Shumë shpesh më kanë dalë për shembull edhe më kanë dalë në kontrolla, më kanë thonë ç'a të vyn kjo kese me injekcione me këto. Seriozisht? Se nëse qëllon mu ftof, shkon në një ambient tjetër, një klim krejt tjetër. Prandaj. Shkon edhe ç'a do më bëu? Në vende në për Evropë kështu nuk t'japin antibiotik. Po. Të pi ujë me limon. Mendoj, vi zotja perfekt se ka njerë çdo kush mundet me gabun sa në të vogla, po ja kushtoj shumë kësaj pune edhe udhëtojmë në përkrejt botë gjithka. Shumë shpesh më kanë dalë për shembull edhe më kanë dalë në kontrolla, më kanë thonë ç'a të vyn kjo kese me injekcione me këto. Seriozisht? Po, unë i kam me veti gjithka. Se nëse qëllon mu ftof, shkon në një ambient tjetër, një klim krejt tjetër. Prandaj. Shkon edhe, ç'a do më bëu? Në vende në për Evropë kështu nuk t'japin antibiotik. Po. Të pi ujë me limon. Që me pi ujë me Ata limon nuk e kur... din që nesër mbrëmje është ndasëm. Ose s'mund ose nesër. E kështu që kesen gjithmonë e kam me antibiotik, me injekcione, edhe kam do lloje të hapave cilat për shembull mujnë me ndiku diçka, po pa to nuk udhëtoj kërkun. Okej, të ka ndodhur ndonjëherë kështu për arsye edhe shëndetësore edhe ndoshta të tjera që s'ke mujt me arrit me një mbrëmje muzikore ose me ndonjë dasëm? Ja, jo ashtu. Jo, a? Ja. Wow, Nadi, po se mo? Ja, kur s'ka ndodhur. Për shembull që... Detaj, se përmendën fillim, një detaj, shkoni me kohë. Nëse unë s'muna, ndodh që të hinë para se me shku të vendi ku kom me këndu, i marrë injekcionet edhe... Edhe i gati. Si dush me konë me përgjithsis. Është me përgjithsi, nuk mund është ti me thonë, valla jam në smut, ka organizu njëri dashëm, ka 300-400 veta, 500 veta, ka një gzim, mbas sa vjetëve edhe me thonë, unë jam smut. Jo, unë smut jam, po... Dush me... Unë jam i ftofun për shembull, po duna me konë pak ma i përgatitun, ma i shlirë për me bo punën ma të mire në mundshme. Ashtë, Nadi, këto ku ka dasht gjithmonë me qenë, apo më shumë? Je këto ku ndoshta nuk e ke mendu? Ma herët ka arrit më shumë sa që e ke pas plan jashtë pritshmërive tua, apo me të vërtetë gjithçka ka shku natyrshëm, nuk është që e ke mendu shumë të ardhmen se deri ku ka me shku. Nadi, apo je këto ku gjithmonë e ka ndru? Tregon. Njeri gjithmonë fluturon në për ëndra sa të dush, po... Edhe mirë që janë, a? Po, mirë që janë. Mësë me konë ashtë nuk ka interesant. Kemi ambicje pastaj. Çdo njeri i mendon ato. Po unë, ndashta i kom mendu në veti shumë herë, shumë sende. I kom mendu, edhe faleminderit Zotit, ndashta nuk i kom kallëzu kërkuj hiç njeri gjallë si kom kallëzu. E kom mendu në veti një send. Edhe ma mirë. Po, faleminderit Zotit, mu ka plëcu ndaj dëshirë, ashtu që kom mendu.